e turpshme edhe tepër e dhimbshme. Dëmtohet kompleksi memorial i Zahir Bayazit. Nuk e di çka me thonë mo. Jën tranue si popull. Qysh nuk ishi pas të roft tyre bre zoti ju dënoft edhe në kitë botë edhe botën tjetë. Mu quë me dëmtue vendin e një njerit që i ka dhonë shumë kësoj shqiptari. I ka dhonë shumë kësoj lirie. E jo mu quë me ja dëmtue pjesën ose shpinë e gjithë shqiptare. Është meri i zotit, do më thonë si popull kena devijue. O për pa lidhje nuk më thonë që dohet më na godit një kiamet tepër i furë që mos më quë mo as njani. Sepse e kanë te kalu e çdo limit të kësaj bote. Mu quë me dëmtue vendin e njerit që i dha tepër shumë kësaj shqiptarie. Deri sa dhe jetën e vetë dha që unë, ti, ajo me konë liri. E jo të softinaka, mu quë me dëmtue shpin ose vendin e Zahir Bayazitit. Se kini idejnë sa në siklet jom të unije me këta njerës. Do më thonë që të ne kam pru. Të po budalakina gjithë se cili më na i dëmtue shpijat e dëshmorve tu. Nuk e di mo, është për me kajt. Do më thonë një po një vend që zdi mo, s'kom koment. Do më thonë e ljatë për më vinë për zote e boftë hajrë. Inshallah këfillë.